Kostoja e borxhit të Italisë është rritur përsëri në nivelin 7%, duke vënë në presion dhe kryeministrin e ri të vendit Mario Monti në prag të formimit të qeverisë së re. Bonot italiane arritën 7 presje 39%, duke treguar nervozizmin e vazhdueshëm të tregut në lidhje me borxhet e vendit. Norma e bonove italiane kapi rekordin prej 7 presje 48% të mërkurën e kaluar, duke ndikuar mjaft dhe në besimin e investitorëve. Duke pranuar vështirësitë që do t'i duhet të përballet Monti, u shpreh se duhet kohë për të formuar një ekip të fortë. Consultazioni stanno procedendo con Ai shtoi se shpresonte që tregjet do ta kuptojnë këtë. Me ardhjen e Montit në krye, Italia shiti bono thesari me afat 5 vjeçar në vlerën e 3 miliardë euro, dhe kjo u konsiderua si prova e parë e udhëheqësit të ri të shtetit italian. Megjithatë, Italia duhet të paguajë më tepër para për të marrë borxh me një interes prej 6.29%, e ndikuar kjo nga nervozizmi i vazhdueshëm që po tregojnë tregjet financiare. Javën e kaluar, kosto e borxhit u ngrit në mbi 7%, shkalla në të cilën Greqia, Irlanda apo Portugalia ishin të detyruara të kërkojnë ndihmë emergjente nga Bashkimi Evropian. Gjatë fundjavës, Parlamenti italian miratoi një paketë masa shtrënguese të kërkuara nga Bashkimi Evropian me qëllim balancimin e buxhetit në vitin 2014. Masat parashikojnë 59.8 bilion euro kursime nga një përzierje e shkurtimit të shpenzimeve dhe të rritjes së taksave. 68 vjeçari ka nevojë për një qeveri të mirë për të kaluar një vot besim në parlament, i cili pritet të mbahet gjatë kësaj jave.